Ato si mendon që mund të mbahet kjo rini mosigje? Nuk ka një formulë magjike, por duhet të trajnohen, duhet njerëzit domethënë që ne kemi filluar të rrisim pagat se s'kemi ku të vemi, sepse jemi detyruar. Askush nuk ka një biznes që thotë që çose është problemi se unë do t'i rris, do të 3 fishin, se të gjithë kemi qëllim të fitojmë në fund. Por kemi një ndërgjegjësim të madh pas në hoteleri, një ndërgjegjësim të punëdhënësve që fillojnë në trajtimin e punojësve, që se përveç nuk është vetëm paga gjithçka, është edhe mënyra respekti që domethënë kemi për ata punojës, domethënë që rritet vazhdimisht, është një mënyrë kjo, domethënë nuk po them se është magjike. Ka punojës të cilët t'i bëjmë të ndihen mirë, familje që i bëjmë të ndihen mirë, kjo është një mënyrë domethënë që të ndihen ngrohtë, që të rrinë në vendin tonë. Ne shumë shpejt domethënë, sepse e kuptoj kemi filluar me 250, nuk ka rrogë pa 500 euro domethënë te kompanitë tona, që janë minimale, do të garantoj që ka dhe që marrin dhe pafund, domethënë, sepse kjo është në bazë të meritave dhe vlerave, sepse njerëzit në bazë asaj që marrin në kurriz, përgjegjësisë që marrin, domethënë do të shpërblehen. Por ideja është që një nga mënyrat është që do t'i bëjmë që të ndihen mirë, dhe mendoj që hoteleria po e bën punën e vet çdo vit edhe më mirë, sepse janë ndjen nevojën, e kuptojnë që ne mund të marrim një punojës tuaj edhe 500 euro, po ai na vjen 800 euro. Edhe sepse minimalisht 800 euro, se do shtëpinë, do të haj, do të pi aty, do në një fazë do biletën e vajtjes së kthimit dhe historirat e tyre, domethënë unë jam shumë i lumtur që t'i kemi 100% punojës shqiptar. Kështu më kanë thënë dhe disa sipërmarrës të tjerë, për më tepër thotë që shqiptari e mban punën më tepër se sa një Filipinas për shkak. Filipinas do futet që të pastrojë aty është në rregull. Më tepër s'mban nga. Jo, gjen edhe një punëtor, por nuk na intereson. Jo unë, thash nuk them unë sepse po bëj patriotizëm, por ideja është që unë do jem shumë i lumtur që punojësit i kemi 100% shqiptar, të ndihen mirë, të diskutojmë se punojësit duhet të jetë ta ndjej turistin si e ndjej unë, që do t'i bëhet Ysmeti deri në fund që të rritet puna, se duke u rrit puna, duke u rrit fitimi im, patjetër që ai do bëhet mirë nësishëm, do paguhet më shtrenjtë, do t'i japi vlerë vetes, kjo është ideja, por them se ata që po merren me këtë lloj pune, nëse do bëhet edhe ajo që është strategjinë e turizmit 2030 që do t'i pagojmë gjatë gjithë vitit edhe kur s'janë, është një mënyrë që do t'i lidhim, sepse është shumë e shëmtuar që ne t'i mbajmë 4-5 muaj t'i them hikër aty se hali pasaj se tani s'kemi nevojë, është shumë e shëmtuar. Nëse zgjidhen dhe këtë është, dhe kjo është një mënyrë për t'i mbajtur, për t'i lidhur me bizneset tona, për ta kuptuar që edhe punojësit nuk kanë vlerë 3-4 muaj, po janë gjatë gjithë vitit dhe mund të ndërtojnë familje, dhe ky është sekreti që ta kuptojnë që mund të ndërtojnë familjet me këtë lloj page që do marrin aty në turizëm. Marrëdhëniet në shtetin si janë me Ministria e Turizmit ka ndjeni presion nga tatim taksat, nga tani nuk biznesi i turizmit, sidomos ne që punojmë me kontrata garancie, ka një gjë që nuk e kanë hotelet e tjera as të qytetit, as të jugut, sepse ne punojmë me kontrata garancie. Dhe kontrata garancie i bie që 100% të kontratës ai ta kalon në sistemin bankar. Dhe nuk e ke shansin fare të japsh as 10 euro, as 10.000 euro, as 100.000 euro, sepse nuk merren me ne ata te pjesa financiare. Është departament më vete, domethënë që kalon dhe po kalojnë sistemin bankar, ti je detyruar të japësh llogari deri në 0.5 cent, Kështu që është zgjidhur kjo punë, në marrëdhënie na kanë ikur ato trysni që na bën ato hetimit tatimor, ndoshta tani monitorohet, ku diun ashtu si thotë marketohet dhe qeveria që është në monitor, domethënë nëse ti ke probleme të njoftojnë. Nuk ankohemi, problemet e infrastrukturës pastaj të lënë për dëshiruar, jemi ende shumë larg, sepse ne duke i pasur turistë. Me ujin keni probleme? Patjetër kemi pasur si vjet ka qenë të merr, po hale iku ashtu me mënyrat tona me bote, me puse, kështu me këto, po ja dolën shënësika, tani ja kemi dalë, po ka qenë me gjithmonë shumë probleme, Edhe ne dim dhe shkakun dhe prandaj detëm dhe urë nuk s'kemi si ta bëjmë mediatike, urë s'ka zgjidhje, sepse ishte ai rezervuari maskurisë, domethënë po bëhet nga e para, po riparohet. Edhe ishte 30% që na mungonte ne, domethënë ishte ai rezervuari që na plotësonte. Dhe sa do të bërtisim turizëm siç ku ta sillnin. Po për punimin e ujrave të zeza. është i zgjidhur në zonën e Kalemit? Është 100%, u bë 14 vjet, domethënë që ne jemi, domethënë kush
domethënë hedh baltë mbi atë zonë për sa i përket ndodhi, domethënë është një kriminal, një i poshtë, një maskara. Ndodhi nuk e di çfarë ndodhi para ca kohësh, që dhanë mediat që shpërtheu një tub edhe u bën nami, unë nuk e di se si është se s'është, por di që ai kushdo, nuk e di ai do të në një prej vitesh akumuluar aty, sepse nuk i intereson atij hotelierit ose ku di un pallatit, se ka më shkurt ta futi te tubacioni ku ka bërë shteti kanali Urazeza, impianti kryesor, e ka afër sa të kaloj edhe 100 metra më poshtë. Do të bëj punim edhe 100 metra më poshtë. Një kohë që e ka te rruga aty dhe e lidh për një herë. Domethënë ishte vetëm një incident që ndodhi si vjet në një, nuk e di, në një zonë aty. Por funksionojnë njerëz zakonisht shumë mirë përsa i përket impiantit të ujrave të Ceza, domethënë hyn tek vendet, do të themi tek zonat me higjenë. Absolutisht, domethënë sepse janë bërë shumë madje, nuk e them për hipokrizi. Jo, ma ka thënë Ihsan Saki, ai ish kryetari i bashkisë së Kavajës. Më ka thënë që nga që vinë suedez, aty ka ardhur instituti suedez që bën mafje. Jo instituti, po ekspert. Ekspert, ata kompania. Nuk shkulla ai po. Visi ekspertët e vetë që bën mafje. Ka ardhur ekspert, domethënë që të jep dhe certifikate, nuk po them se ka dalë masën ku di 100%. Po për të pirë edhe por është brenda parametrave, domethënë nuk e di se ishte 86, 85, 84 në të dalin certifikat atëherë, por edhe kompanitë e tjera e bëjnë në mënyrë individuale, kanë njerëz detyre që i çojnë në për laboratore, domethënë sepse nuk mund të fusi se mban përgjegjësi për turistën vet. I del, domethënë nëse turistët domethënë infektohen, janë jashtë uji i detit është jashtë standardeve, është një minus i madh, një mungesë besueshmërie më te kompania, kështu që jemi të dyja palët, të dy të alarmuar domethënë që kjo punë bëhet sa më mirë. A mendon që e ardhmja e turizmit duhet jetë kryesisht si kjo rrugë që ke ndjekur ti, sepse që pari përmendë një fjalë, them me 20 dhoma, 50 dhoma, 100 dhoma, nuk e kthen dot në industri këtë. Shikon se turistët janë të çuditshëm, duan dhe bujtinën, duan dhe hotelet masive familjare, duan dhe hotelet, sepse ne duhet mësojmë tani, nuk do bëhen gjithë hotele familjare. Koncept hotele, shka hotele me pishina, për tenis, vetëm për fëmijë, vetëm për kështu tjetër, do të bëhen që në koncept hotelet duhet të kenë një lloj stili për çfarë si do funksionojnë. Do kurse ka dhe kërkesa për bujtina, për shtëpitë vjetra, domethënë, por ato unë them që paketa e maleve që bëhen të gjitha këto, bujtina që bëhen, më vjen shumë mirë dhe do për ule me shumë respekt për të gjitha ata që ndërtonin, sepse disa e vështirë është për t'i mbajtur me punë ato bujtina. Sepse shumë e vështirë, domethënë, për të gjetur atë lloj klientele për të vajtur atje dhe duan, por angazhimi familjar, domethënë, sepse fati i mirë i tyre është që angazhohet burri, gruaja, kalamajt, shokët e fëmijëve, edhe bëhet dhe 2-3 nga lagjet, domethënë, sepse nuk harxojnë shumë, nëse ata janë disa nga shfaqjet që janë aty të ty, apo jo? Po, janë grupi vallëve, që këto janë shnata shqiptare që i pëlqejnë njerëz zakonisht shumë turistët, është shumë breslënse, është një program rreth 40-50 minuta, edhe përveç se demonstrimit që bëjnë vallëtarët, është dhe pjesa pastaj që të gjithë turistët, të gjithë ata që dëshirojnë, domethënë, bëjnë dhe valle shqiptare me flamur shqiptar, bëhet shumë bukur, është një natë shumë e veçantë, domethënë që se gati çdo ditë bëhet koncerte live, por ky është më i veçantë nga të gjithë.